jemi thoi që 3 pushime i thamë, kështu 3 javë duke folë për mësimet e agjerimit. Edhe alhamdulillah për Allahut, unë jam i bindur që deri më tani e kemi rrumbullaksu krejt meselet që na rrethëkojnë neve në Ramazan. Me të sandu kismet inshallah me lejnë Allah, apo një cek një meselet që na rrethëkojnë neve në Ramazan. Ju kemi thonë që prej fillimit kemi folë për mësimet e Ramazanit, në ato që ju pajtushëm të ulemat, kur bo obligim agjerime, kështë të mëra, dhe ju këmë thonë që sendin e fundit që kena Ramazan, kena folë për nijetin, dhe më thonë nijetin e agjerimit, pasaj kur vjen agjerimi, na më konë gatë shumë se qysh du të me bo nijetin, e shka kanë folë ulemat, e kështë të mëra. Mesele e cila fillan për i pësimet e Ramazanit në këtë natë është këtë, e nijetu fi siyam, nijetin e agjerim, është sunet, është mustahab e pëlqyeshme, është wajib, obligim patjetër. Çfarë niyeti? Për shembull, në agjeraj jashtë Ramazanit. Jashtë Ramazan, nuk është Ramazan. E kum bo niyetin ma ju më qu, se të koma vëllbogu, falë sabaj. Po ju më tu, ose më ka shtu trupi, po më fuqia trupi. A muj me prishon e niyetin? Po, mund është me prish. Qka në këptan këtë? Nijeti qka është? Mustahab, pëlqyshëm. Për me e sërë Allah ka imrena. Në jo isha ka me hangër në isen. U që pëj sabaj që hangër për gjëjsh. Ka i në shve, a ka me hangër në isen? Ki përga dit, jo. Ka një ma gjërushëm. Nijeti ti ka orë mustahab. Nijeti agjerimi. Qka është? Wajib. Obligim. Pse është obligim? Se ka në ka orë një hadith se që të për amere agjerimi e mujtë Ramazan e ka ngushtu, e ka vequ që mësë mujtë me lonë nijetin. Se pate nijetin, s'ka agjerim. Hadithi argument për ta është hadithi për amere sër Allah sëmë që thëtë për amere men lem ju bejjiti siyam qabl el fejri fela siyam e leh. Thëtë aj cili nuk ka niyet në Ramazan, nuk ka niyet për agjerim, s'ka bu niyetin e agjerimit. Para agimit vërtet. Fela siyam e leh. Nuk ka agjerim për ta. Nuk pranohet agjerimi ti, por deri sot vjen me niyet. Mrena që ti hadithit, ulemat i kanë zirë disa regla. Mrena në hadith ka disa regla. I pari regull që kanë cek ulemat, edhe që shotë edhe Shekh Uthemini, Allah më shëroft, në fjallin e profetit, me lem ju bejgjit i siyam, ai cili nuk ban nijet në agjerim, me agjeru, nuk ban nijet. Këtu e ka qëllim që agjerimi i mujtë Ramazan shka është adhorim, që ta në shka ta në wajib, obligim. është adhorim, wajib, obligim është. Atare kuptohet, obligimi, adhorimi nuk përbohet vetëm se duke pasur niyet. Namazën e kemi një, po. Hajën e kemi, po. Zekatin, po. Innama al-a'malu bin-niyat. Krejt qëta shpërblehen si mbas niyetit. Edhe agjerimi është adhurim, nuk saktësohet, apo shkon në shpreje, ai cili nuk ka niyet për agjerim. Këto rregulli i parë e kanë thënë që agjerimi është adhurim. Agjerimi është adhurim dhe nuk përbohet adhurimi vetëm se me niyet. Sendi dy që kanë thënë ulemat në këtë hadith. Niyeti i këtij adhurimit është i caktuar. Shikone, niyeti i këtij adhurimit. Se vëta të amere, ai cili s'ka niyet, ai cili s'ka bo niyet. Përkon për agjerim. E niyeti qëti adhurimit, është i caktuar. Ku e ka caktuar? Në hadithin e profetit. Qabl al-fajri. Para agimit vërtet. Ai cili s'ka bo niyet para agimit vërtet. Niyeti ka caktim. E ka kohën e vet niyeti. Ku qabl al-fajri, para agimit vërtet. Pastaj sendi tjetër që ka cek ulemat është shikon në hadith, vërtetimi, saktësimi, si të sakt për agjerim, nuk bëhet vetëm duke pasur niyetin në atë kohë.
Po në qoftë se ka në atë kohë, sipas këtij hadithit po thotë pejgamberi fala siyama lah. Nuk ka agjerim për ta. Allah po çona çfarë, këtë po çon familja, pa çrronë po çona. Sa ku ki njëte? Është adhurim, do të më pat njëte. Çka që dama thon kanë njëta, e shpjegojmë inshallah në fund. Do të thon njëte çysh, me di që agjerimi është obligim dhe mi thon vetes thonë, ti ki më çu për sefer. Jo që unë çu familja po çona unë, i komi ku shit edhe unë po çona. Ku kam mirë me agjeru, po thatë mjeki kështot, këtë trupin për baj ke njeri një kur pa agjeraj ke, lete mjeke, kemi obligim, puna e mjeke dhe ka punën e vetë, ama obligimi agjerimi do të njëjtë me pat veçan për ta. Pasaj u lezëm, أن رمضان تكفي فيه نية واحدة متتابعة ليس تفريقا. Sipas këtij hadithi, ulemat e kanë zgjedhur këtë rregull, sipas që ka përmendur edhe Sheikh Uthaymin, Allah më shëroft, thotë në Ramazan, sipas këtij hadithi, në Ramazan mjafton do thotë vetëm herën e parë me pa të niyetë që kemi qenë sefer. Dhe ju çdo ditë të më bëni jetë. Në fillim e ban niyetin dhe vazhdon pastaj ditët e tjera pa niyetë. Mirë, a ka mendime të tjerë që thonë jo, do të niyetë në çdo ditë Ramazanit. Po, Sheikh Uthaymin, një prej ulemave që ka thonë këtë mendim, çka është Hanbeli. Sheikh Salih Fawzan, një prej dietarëve të madh mufti ditët e sotme, na thonë që jep fetvave në Arabinë Saudite. Çka ka thonë ai? Ai është Hanbeli. Çka ka thonë ai? Jo, niyeti do të çdo ditë me bën nijet. Edhe ata kanë mirë, edhe këta kanë mirë. Pse? Thot ai që ne na ndon për niyetit është për shembull smundja, është udhëtimi, e patjetër do thotë do të më bën nijet. Argumenti tjetër, po na vëm dy pecë argumentin e dytë. Ta thonë këtij të ulemat që ka thonë çdo ditë do të më bën nijet. Thot ditët e Ramazanit njëra me tjetrën nuk janë të njëjta. Në qoftë se sa ditë e Ramazanit është e para, nëse është më e mirë, nëse është edhe më e mirë, nëse është edhe më e mirë. Aftan. Qëllën do që te e zgjedh është e pranueshme, nga se të dy ulemat e kanë mirë. Mirë, mesele tjetër. Al-aklu wa sharbu ba'da tabayyana al-fajr ath-thani. Ai cili han dhe pin pas agimit vërtet. Pas agimit vërtet, han dhe pin. Çka është agjerimi i tij? Fasada sawmuhu. S'ka agjerim ai. E ka prish agjerimin. Kur të hani dhe pin pas agimit vërtet, nuk ka agjerim. Çka bëhet për ta? Wa alayhi qada ma'al tawba. Ai patjetër do të më pru mbas Ramazanit, çfarë ditë më shkan me kompenzu çfarë ditë. Çfarë ditë me e kompenzu me agjerim. Mirë. Çash kë nuk ka agjerim. Ka hungur pas agimit vërtet. Ka pi dhe ka hungur pas agimit vërtet. Ky s'ka agjerim. Ju ka prish agjerimin e tij. Mirë. Ky a do të çash në hungur të ditën? Jo. Do të nejt pa hungur buk deri në iftar. Për shkak shejt respektit të agjerimit. Edhe ato duke u penduar tek Allah. Subhanallah. Mesela e cila lidhet me ta. Hoxh, në Kosovë e kemi këta. Çka mi bo saatin 6 po falet sabaj. Dita e para Ramazanit ta falen 4, 2 orë. Alo agimi vërtet s'faqet. Çka me bo? Çka kanë thonë ulemat? Këto lijohet edhe me hangër, edhe me pi, edhe me dalë me fal namazën e sabajt me xhamat, edhe kur të kthesh han pin deri sa ta shën agimin e vërtet. Pse? Na nuk ju përshtatemi popullit me këtë sen kur ata i shkelin ligjet e Allahut. Janë argumente të qarta. Por derisa e kemi agimin e vërtet, i kemi argumentet dhe i shohim ç'tash, atëherë na han dhe pin dhe agimin e vërtet. Kur falet sabaji? A falet sabaji sipas hadithe profetike? A falet sabaji në 4 të mëngjesit? Jo. Sabaji ka kohën e vet në agimin e vërtet. Në agimin edhe të njëjtën gjë e lën hanin dhe pijen në agimin e vërtet. Por derisa ata e falin në 4 ora, në 2 gjys, në 3 të lirësh, del çka thon Sheikh Albani, del falë me ta. Merresh shpërblimin e xhamatit. Kur të kthehesh në shtëpi, ti vazhdo me hangër. A ban me falë edhe 5 sabajin? Po, kur ti në ku e vet falë 5 sabajin, kohën e vet. Subhanallah. Pse argumentet ndëgjane?
Allah zë thënë në Kur'an, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl. Do thot Allah zë hani peni, por derisa por ju është e bë e qartë, domethënë peni bar për peni të zi. Pastaj po thot kur ta afrohet agimi e shen, domethënë vazhdon agjerimin deri në mbrëmje. Mirë, çdo peni bar, peni të zi, ju dini rastin atij sahabit i cili është mundu natën, mi marr penat, edhe mi shiku njëri me tjetrin. Dhe nuk ka mujt me vrejt. Ka shku tek pejgamberi, ka thënë dërgumi Allah, s'po mujt me vrejt penin e bar, penin zi të tërë. Atëherë pejgamberi ka thënë, "Jo kështu." Ka thonë, "A ki syt në ball?" Sa ti thonë, "Hoç, mosën e ka thonë edhe, a ki syt, ti ka thonë syt e pejgamberit, a ki syt ti?" Dile dhe çërës, çe ta shem tu zdrit, po kry meselja. Agimin e vërtet na ka mësuar pejgamberi. Kur dal ndriçimi në këtë formë tenal, është agimi i rrejshëm. Kur e shen ndriçimin i shkuqur në qiell, është agimi i vërtet. E Allah po thot, "Ha dhe pe, por derisa është e qartë për ty agimi i vërtet." Argumenti tjetër kur e kemi. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë dy muezina, Bilali edhe Abdullah ibn Maktumi. Edhe ky ka qenë. Njëri e ka thirr azanin, njëri i kametin. Në Ramazan, ai ka thirr domethënë për syfyr, ky e ka thirr me lan syfyrin. Abdullah ibn Maktumi ka thirr me lan syfyrin. A e dini që Abdullah sutet abasa wa tawalla. Sutet abasa. Ka zbrit për këtë sahabi, ka qenë qarë. Qarë ka qenë, nuk ka pa. Deri sa ka nërë sahabët i kanë thonë, "O, thirr azanin se o zdrit." Pa në mendoj, sa ka nërë sahabët. "O, thirr azanin se o zdrit." Thonë, ha, pe, deri në agimin e vërtet. Pasaj o lëzër, mesele tjetër. As-saimu idha akala au shariba nasiyan. Në qoftë se agjëruesi han dhe pin dhe nuk e ka harru. Dit pas dite, ai harran, mashallah, agjeron me zemër, si interesant buka, po që të fole të punu pen han, edhe mas tani kujtohet thotë, "Mor unë agjeruar shumë kesh, çka më bëj tash?" Agjerimi i tij siyamu sahihun wala qada alay. Agjerimi i tij është i pranueshëm, i saktë dhe nuk e kompenzon këtë agjerim. Mbas Ramazan, agjerimi i tij është i saktë. Si mbas argumenteve që ka ardhur në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam me këtë meselë është kjo, që ka thonë pejgamberi, "Idha nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmuhu fa inma at'amahu Allah wa saqahu." Në qoftë se insani njeriu han dhe pen dhe ai ka qenë agjërueshëm, po ta të vazhdon agjërimin e tij, nga sa Allahu ka dëshiruar që ai Zoti me ushqy ata me hangër dhe me pi, i ka dhënë ushqim, tjep me hangër dhe me pi Allah. Allah të ka bërë që ty me arru, ka hangër dhe me pi. E që kja ka hangër me pi, është dashuria Allah që ka pot për robin e vetë. E ka arru, ka dhënë hanit pen. E ka caktu Allah gjënë për ta. Mirë, a ka mendim për shemë prej ulemave që tojnë edhe pse ti ki arru, pa tjetër me dhënë dot me kompenzu këtë dit, edhe pse ti ki arru, ki hangër për shemë, edhe kujtohet, pas të hangër o ne. A pet vazhdo agjerimin, po edhe mas Ramazanit, prap kime agjeru. Kush e ka këtë mendimin? Malik ibn Enesi. Malik ibn Enesi ka këtë mendim. Disa për ulemarë thojnë, Maliku e ka pa këtë mendim se si ka harë hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. A e kanë mirë, edhe ata e kanë mirë dhe këta. Këta kanë argument, këta kanë argument. Mirë. Mesele tjetër, el gjima fi nahari Ramadan. Kemi fol na ju kujtohet në fillim të thonë desit, aja cila dhe më thonë janë këtë pajtimi të ulema, kemi thonë edhe marrëdhëniet në Ramazan. Thonë e prishin agjerim apo, çfarë do të me me tregu qysh e tek. Për meseleve që e cekmi këtë natë është, dhe më thonë, marrëdhëniet gjatë ditës e Ramazanit. Jo natës, ditën, natën jo. Natën 20 ditë, natës të Ramazanit, flej me gru, bënëm ka ndodhë për Ameri sallallahu alaihi wasallam ushqu gjenob. Ushqu gjenob dhe ka vazhdu agjerimin e ti. Në saba u pasru dhe ka vazhdu me agjerim. Subhanallah, ta unë lejot. Mirë, kur nuk lejot, i thamë kështët, mësë në fejt me gru? Mashallah, të barakallah.
10 ditë të mëronta të Ramazanit, atëherë me gru I thu, sahabët, I pasru, I mbo, adhurim ndaj Zotit, e kështu të mëron. Mirë, në qoftë se njeriu në Ramazan lun me gru, edhe bjen, me vetë dije. Çka ndodh për ta? Yubtulus sawmuhu. Për mine aprishet agjerimi I tij. Shkatërrohet agjerimi I tij. Alayhin qada wa tawba. Patjetër ai do të atë ditë me pru me agjerim. Patjetër ai ditë na çat ditë që ka pritur me pru me agjerim. Dhe po në atë ditë do të ai më u pendu tek Allahu Azza Jall, edhe pse ka prish agjerimin, ai nuk do të as me hangë, as me pi, as kurrë hiç. Ma dhalika kafara. Megjithatë te për mine do të me e shpjagu ata. Çka do të me bo? Mi gjetë 60 mesakin agjerus, mi ushy, për me la borgjen. Po si ki mundësi këta me e shlidhu një rab. Po si ki mundësi këta 2 muj dit rradha zëki me agjeru, për me la denimin pse të në Ramazan e ki bo një gjë t'il. Pasaj u lëzër, aje cëll është mesele që e rukme edhe santa është, më uqunë sëfir, është bereqet u lazim, më uqunë sëfir. Ka orë një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, faslu ma bejnë siyamina o siyamu ahlil kitab, akletu sahari. Thotë, ndarja mes neve, jahudët, krishterët, në llojin e agjerimit tëre, ka thonë është kush? Sëfyri. Ata agjeroj, ama ata nuk qunë sëfir. E na mu dalu për I tëre, shka? Do të mu qunë sëfir. Qoftë edhe një gut ujë, bereqet është. Pse është bereqet? Ka në hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fe inne fi suhuri bereke. Hani sëfir, sepse sëfyri ka bereqet. Pse ka bereqet? Zbresin me lejket. Bën lutje për ty me lejket. Kërkojnë falje për ty me lejket. Qoftë edhe një gut ujë, qoftë edhe një hurme. Diku mësomina me haje, diku s'hahet ma. Amo ti një uj, një hurme, ha diçka, mos e le sëfyrin se sëfyri është bereqet. Gjë tjetër e cila në rukmi në këtë natë mesele e taqbalu wal mubasharati lis-saim. Puthja, me puth gruan, edhe me prej gruan, jo aty ku nuk do të po me prej trupin, për shembull. Këta mesele, po që janë gjithë që rukë, nuk është gjithë ulemati kanë rukë ta mesele, thënë subhanallah. Kane Aisha të reganë, thëtë, kane nëbiju sallallahu sallam yuqabbilu o yubashiru wa huwa saimun. Aisha po të reganë, thëtë, ishte pejgamberi sallallahu sallam, thëtë, I ka puth gratë, pejgamberi ka puth gratë, në gjërim. Thëtë, edhe I ka prej gratë, në gjërim. Kjo është një argument që puthja edhe prejkja, jo në vendet kërë, vesh me prejk truga, nuk e prish agjerimin, nuk e prish agjerimin. Mirë, qëtu është një mesele që rokët e fshehur, se ka rastin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shpytën këto sene, njëri I ka thonë e ki prish, tjetri ka thonë se ki prish. Në këto mbarët për njeriu të vetë. Në qoftë se është ai lazdran, edhe e shen vetin që ka rrjedh diçka, shkoj agjerimi I tij, ku pendaje, jep ushqim, njerëz e kështu me radhë. Në qoftë se ai e din mirë që është burr, e dan gruan e përçap, ai që po shkaj në xhami e përçap, ja pu dur cene, edhe din që është mashallah, kjo është diçka tjetër, nuk e prish agjerimin. Me këta ju vëllezër, rrokët edhe ata të cilët për shembull në xherim shan ëndrin, bjen me flet. Është I lodhur, vjen pi punës, bjen me flet. Kur çohet u çu, më thonë I lagur, gjënove shumë më radhë. A e ka prish agjerimin? Jo, nuk e ka prish agjerimin. I riu, me telefon dorë, shikan. Po, të shikan dikur, nuk I del sprejma, po I del langu. Langa e prish, nuk e prish langu. Nuk e prish uji, langu nuk e prish. A në qoftë se del sprejma, atëre e prish agjerimin. Dhe për ata, I riu në cilë ka bu një gjë tillë, do ta I pendohet dhe ta kompenzon atë ditë me agjerim. A do të që shky I riu me dhanë 60 smuj? Jo, nuk do të, se kjo nuk ka bu marrëdhënie. Nuk hin këto ulemat ka thonë. Vetëm shehu Themini I cek një 3 rregulla për ta. Tha në qoftë se ka ditë, ka arru,
Thot, hesh nuk hin ta, le të vazhdon agjerimin komplet. Mirë vëllezër, mesele tjetër, o nuk po du mi përmend këtë, në fakt po du atë që më thonë, mi u gjujt në tru, apo e kupton, që ju më pyet mua, pastaj na në pyetje përgjigje mi u kthy. Tugu, edhe këto është mesele që ulemat kanë folë shumë, të tugu, të vjedha. Nuk ka prejnë, për shembull më thonë, fetfaja e këtij edhe u krymo. Jo, se mvaret në pinjerit këto. Në qoftë se njeriu han të pric e tij, shembull të nxorë, ka pjek skafë, monumento, ka pjek skafë. Edhe ka hangri marak në qebapa, ju ka helmu lukëthi. Pastaj këtë vjedh, që ky helmimi edhe vjedhja, a ja prish agjerimin? Po, ja prish. Se ka për ulema që thonë tugu s'ta prish agjerimin. Po, ja prish. Se tugu, kur e kiti këtë lloj tugu, prej prishjes, helmimit, ta ka hub fuqin në trupin tonë dhe ta prish. Për shembull ai tjetri mundohet me bakalla me pi syfër. Mundohet më ka sikur devja me rezervë. Jo, s'ka kriju si devja me rezervë. Allah ka kriju devën pen ka rezervë. Te një gotuje pen. Pa i ka pi shumë. Edhe ngrati që të bjen për shembull namaz, në rrugë kuvesh kur ta shen ujin ka dalë. Apo na ndodh pastaj. A ka prishë ka agjerimin? Jo, se ka prish. Po raste, e njëjti rast. E shen ujin, e shen ushimin me ujë. Edhe apet e përbin. A ka prish agjerimin? Se ka prish agjerimin. Mirë. Qonë se për njeri, mana të li në angër pasoj, më knash në angër. E han, edhe dim vete që ka të tu. E han, diku ma gjysore, këtë që ka angër e qëtë. E ka prish agjerimin? E ka prish agjerimin se e ka bu me të kastë, e ka bu këta. E dim vete nësë do të në angër, së nësë tonës me angër. Gjeja tjetër ju lëzër, hijamja, në Ramazan, pe amere e ka ndalu. Ka thonë e prish agjerimin, edhe ai cili e ban, edhe ai cili da thonë ja ban. Këtu ulemat në ndonë dy mendime. Ai cili ja ban, jo, kjo kanë kone për amerit, ata kanë pot me bakalla, me sene, e gjako, aroma, e ka prish edhe ati, për edhe këtë që e ban. Unë thamë edhe këtë kohë, si pas një ulemat, edhe këtë kohë, ka njerës, që qatë ta ikin gjamin, e qesin me një ligen, aroma e saj dhe për tanë, edhe qaja ta prish. Edhe qaja ta prish agjerimin. Edhe ti që e ban, edhe ai që të duke ta bëty. Hijamja, në thonë e prish agjerimin. Në Ramazan, mos e veprani këto, dhe kjo është mesele që kanë rrugë ulemat shumë në për librat e tëre. Ai cili jetë gjak, me ndimu njeri, gjak me dhanë, gjys litre, 1 litre, e ka prish agjerimin, i ka hu fuqia. Ai cili jetë, kjo është mesele tjetër, kjo është qash mesele tjetër. Ai cili jep gjak, por analiza, caktune, analizë caktune me pak gjak, a e prish agjerimin, se prish agjerimin, për analiza. Pa ai cili jep, shprica ka që ka qep, 3 shprica, 1, 2, 3, a e prish agjerimin, unë e tha me prish agjerimin, se ka shu fuqia, e mren vetën që tu dridhën kam, edhe u kryma. Me pak s'ka gjë, me shumë shkan që da të thonë agjerimin. Gjeja tjetër ju lezën, inicionet, me nëzirë dhamë, nuk e prish agjerimin. Po më dhemë kryt dhe mjeku thatë nëse danë me ta hekë që dinte një grejnë asene, ta jabë në kokë, ta jabë ku ka moske, edhe të shkanë, nuk ka gjë të keqe. Cilat e prishin injekcionet që depërtojnë në luftë dhe janë ushqyë se. Kur kanë folë ulemat për prishjen e agjërimit, a di çka kanë thonë? Çdo sen që hin përmes qisajna, edhe dele prish agjërimin. Po edhe parfimi, e keni fetfane që është e mini. Parfimi, i tepër parfimin e qofse e qet te, edhe nën sop i merr herë edhe shen që ka da se pëjtullën lukë dhe, thonë ta ka prish agjërimin. Unë du të me pod kujdes për sene, sene që në rrëtë dhe kundar. Pasrimi i dhambe, me qetë, me këse, janë do kaladanta, këto i kompanë në Gjermani, jam të i përdor vetë që ta shone. Ata janë nga 5 herë janë. Ata e kanë një formë, një forcë, që ti kur ta lanë dhamin, ta dhanë gojen, le që ta e gdhimtën, ti qeli dhe sëtë.
A edhe këtë aprish agjerimin. A në që është kallandante më i thjesht, nuk ka gjë të keqe. Se kallandante që këtë 5 euro ka për bërs, ujë ty ka me shku në fyt, ka me të rrjedh të poshtë, edhe shen vetin, da më thonë prej aromës më të mirë, edhe je fuqi trupit, fjell, atëre kja da më thonë e prish agjerimin. Mirë po, da më thonë, shka janë kallandanta që janë më të lirë, nuk e prishin agjerimin. Kjo është ajo lëza e cila e kemi përmbledh për sante, për mësim që kemi bo, po nuk i du me i cek sende tjera, po besaj që pyetje përgjigje na kujtohet dhe japni përgjigjet me lejen Allah. Allah shpëlimet mirë për ndëgjimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E inshallah në dillën tjetër, ma nuk kemi mesele, në dillën tjetër inshallah me lejen e Zotit kemi vetëm mirësitë e Ramazanit, me na shtu imanin. Kena me lejen e Allah.